Berisha? Ky dokumentar besoj do të zbardh detaj për detaj gjithë rrëfimin e trisht të atyre skenave të tmerrshme që përjetuan qytetarët Izraelit, qytetarët pa dallim kombësie çfarë janë, por vetëm njerëzit, mjafton një njeri ta shohim se çfarë pikëllimi pati vetëm se ishte pjesë e një feste. Se do me thënë, kur pjesa tjetër ushqet me fanatizëm afërti dhe çfarë është në gjendje të bëj një mendje fanatike dhe i pam pastaj gjitha ato konsekuenca dhe me pastaj me kur qeveria izraelite e Netanyahu ndërmori aksione në shkallë të gjerë për të evituar atë rrezik, natyrisht me dhimbjen për gjithë ata burra, gra, pleq të pafajshëm